E pa dje çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit. E pa që ndodhi me zëdhënësin e Bufit me një kukumjaç këtë Bufit që doli dhe tha Edi Rama dështoi në tentativën e tij për të shkuar në Beograd, për të takuar Vučićin dhe përmes Vučićit aty te aneksi i Guzhinës për të bërë sikur takohet rastisht me djalin e Trumpit. E pat ç'a ndodhi. U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgënjeshtroi kënetën. Kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur Bufi, 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëjë çorap me para Shqipërinë.